Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku takojmë sërish live direkt në televizionin Shenja me emisionin javor sportiv Sport Mania. Sigurisht një javë më parë kanë përfunduar garat në sezonin vjeshtor në Ligën e parë të futbollit të Maqedonisë. Futbolli evropian është në vetat vrullin e saj të fundit. E mira gjithë kësaj është që edhe në ligat evropiane kanë përfunduar garat, sigurisht sezoni vjeshtor, dhe na jep një mundësi, një privilegj për të kapur një person që sigurisht ka kohë që e kërkojmë, por angazhimet e shumta gjithmonë ka gjetur një arsye, kuptohet të arsyeshme për të shmangur. Kam nderin, kënaqësinë që sonte drejt për drejt këtu në emision me mua, por edhe me ju të nderuar shikues, Agim Ibrahimi. Mirëmbrëma Agim, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Sigurisht gjatë ka qenë kjo pritja ime, e thonë shok jam, por edhe një shok e vështirë për të marrë në emision. Po normalisht dihet se ne si profesionist gjatë gjithë kohës jemi të zonë, mirë po tash gjeta rastin edhe faleminderit edhe për thirrjen. Unë ju falenderoj shumë që keni ndarë kohë dhe që vini, nëse në mos gabofsha, hera e parë që jeni direkt në një emision në Maqedoni. Po, ashtu është. Sigurisht privilegji për mua, për Sport Mania dhe për televizionin Shenja dhe gjithë ata të cilët na ndjekin për të parë më të rejat në zhvillimet e fundit rreth Agim Ibrahimit dhe karrierës së tij. Ndërkohë, sigurisht për të bërë kjo mbrëmje, kjo natë pak sa e pazakont, në njërin anë një shok, një mik, cilin e ndjekim vazhdimisht, në anën tjetër një ish bashkëlojtar i imi, por tani në pozitë tjetër Vedut Rustemi, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Për herë ju qoftë programi dhe ndjek kënaqësi që gjendem këtu në emision bashkë me ju. Ju faleminderit për thirrjen. Ma thuaj sinqerisht, si ndjeni, është e pazakont me Agimin shok, ne më herët kemi bashkëpunuar në të tjera drejtime, është pak sot më zyrtare. Sot është më zyrtare, gëzon fakti që është Agimi këtu në emision me ne, një herë ishna bashkëlojtar, tani jena në anën e kundërt, ti e gazetar, ndërsa unë e trajner. Tani keni da rolet, i kena da me Agimin, por është një kënaqësi e madhe të jena këtu në emision bashkë me ju, edhe me Agim Ibrahimin, futbollistin më të mirë në trojt shqiptare, të them kështu, edhe në Maqedoni. Sigurisht fakti që thatë në anë kundërta nuk kemi bërë kundërshtar, por në fakt kemi mbetur pranë sportit dhe me sportit. Do folim në vazhdim sigurisht me Agimin dhe materialet e përgatitura, por fillimisht do kisha dashur që t'i ndajmë pak kohë Vedut Rustemit, pra i ftuar sonte këtu për ata që e njohin dhe për ata që se njohin, është trajneri i futbollit, ish futbollisti i Shkëndijës, i Renovës dhe ekipet të tjera, por tani u ka hyrë ujrave të zejes së trajnerit, është i angazhuar në paralelin e Akademisë Futbollit të Maqedonisë në Tetov. Si vendosët për këtë drejtim apo për të qëndruar, nuk mund të ndani nga futbolli? Po, kjo është, normalisht është jeta e jonë, ne çdo herë jena aty në ato ujrat e futbollit, edhe mbas përfundimit të karrierës si lojtar aktiv, gjithmonë ne kena natë në DNA-n tonë, në gjak të merrena me futboll, kështu dhe pas studimeve të mia kam vendosur tashmë të merrem në anën profesionale, si treneri i futbollit, njëkohësisht jam edhe profesor në paralelen e futbollit në Tetov, cila është është gjimnazi sportiv, është projekti i parë, në trojet këtu në Maqedoni, projekt shqiptar, i paraleles së futbollit është dhe njëkohësisht kena mbështetje të jashtëzakonshme nga Komuna e Tetovës, nga Ministria e Arsimit dhe Federata Futbollistike e Maqedonisë, dhe tani mo jam në anën e kundërt të futbollit, ku gjithmonë kam bërë kritika për trajnerët, por tani e kuptoj se çfarë do të thotë të jesh në anën e kundërt dhe tani heshti. Tani do bësh trajneri. Tani do bëhem trajner, dhash Zoti, të nxjerrim talenta të mirë, të drejtohen, në rrugë të drejtë, të arrijnë karrierën si shoku jon, Agim Ibrahim. Agim, sa është e pazakont për të parë Vedutin si trajner? Nuk e di dhe shofëm, i dëshiroj shumë fat dhe sukses në të ardhmen. Më gëzon fakti se fillon me punën profesionale, ku dihet se për qenë trajner fillimisht duhet të jesh një pedagog i fortë, ku dihet se ne futbollistët mund të them se në raste ka ku jemi si fëmijët të shkollës fillore, ku duhet të dish se si të funksionosh me secilin veçmas. Kështu që
Më gëzon fakti që mirët me anën profesionale dhe i dëshiroj shumë sukses. Vedut, si ndjeni tani e thatë që tani më duhet të jeni, nëse dikush ndonjëherë ju ka ndarë këshilla, ju ka drejtuar se çka është ajo më e mira që duhet të bëni, tani ju e bëni këtë më të rinj. Sa është e vështirë apo si shkon adaptimi me këtë situatë të re të krijuar për ju? Shif, për momentin, do me thonë për ju është me të vërtetë një eksperiencë e re, në të cilën unë e gjendem tani, dhe të jesh i udhëheqës i një kopeje, do me thonë i nxënësive, është shumë më e rënda se sa të jesh një futbollist dhe të dëgjosh këshillën e trajnerit. Do me thonë, këtë moment, rasti im është të ndaj këshilla, të mësoj, të jap hapa, do me thonë të japish një kahje të mirë futbollistëve të ri, dhe në këtë moment e di vlerën e trajnerit se asnjëherë nuk mund ta dish atë vlerë derisa nuk je në ato tesha. Sa është e rëndësishme fakti që Federata e Futbollit të Maqedonisë hap këta paralelet e futbollit, pikërisht ku ju jeni organizuar në këtë fillimin e projektit në paralelin Tetov? Shif, kjo është një anë pozitive për futbollin në Maqedoni, pikërisht për futbollin shqiptar. Do me thonë, neve na gëzon fakti, njëkohësisht të gjithë shqiptarëve në Maqedoni ju ka munguar se kjo është një shkollë profesionale e sportit, në të cilën është e hap dega e futbollit. Pra, neve shqiptarëve në gjuhën tonë nuk e kena patur mundësinë ta kena këtë lloj projekti. Por tani, fal komunës së Tetovës, fal të gjithëve tjerëve Ministrisë së Arsimit dhe Federatës, të cilën e pan të arsyeshme se ka një numër të madh të interesimit për këtë shkollë dhe bën këtë projekt, dhe ne jena në vazhdim akoma me këtë projektin, se është një gjenerat, se të them, është një gjenerat ulumtuese. Vazhdojmë të ulumtojmë mbi këtë projekt dhe mendojmë se do të realizohet dhe është shumë e dobishme për Tetovën e për gjithë mbar shqiptarët në Maqedoni. Vedut, më thuaj për fund, domethënë të kësaj që më duke folur, fakti që jeni angazhuar te paralelja e Federatës së Futbollit të Maqedonisë Tetov, nuk kupton apo është vetëm fillimi që ju keni vendosur definitivisht të bëni një trajner? Domethënë, cilat janë ambicjet tuaja tani më në pozitën e trajnerit? Normalisht, hapi parë që duhet të bëhet, njëherë duhet të fillohet prej shkallës më të ulët, për të mrish në shkallën më të lartë. Gjithmonë ambicjet nuk kontrollohen. Njëna, e shtu thuaj, njëra dorë e lanë tjetrën, të dyja t'i lajnë faqet. Për atë shkak, sim kref jeta, ashtu edhe do të shkojmë. Jam përqendruar si profesor në këtë akademi dhe dhash Zoti, matutje jam edhe në vijimit të magjistraturës dhe mendoj anën profesionale një ditë të jem udhëheqës një skuadrës, pse jo edhe të një skuadrës eminente evropiane. Kjo është ambicjet e mia që të vazhdoj edhe të merrem më tutje me hulumtimin edhe me punën në sport, në futboll pikërisht. Mirë, vetëm të uroj që gjithë këta që keni planifikuar apo që dëshironi ambicjet t'ju realizohen dhe një ditë sigurisht edhe ne të gëzohemi sukseseve tuaja. Faleminderit. Do kalojmë sigurisht për të kthyer tek protagonisti i mbrëmjes, tek Agimi, për ta shfrytzuar sigurisht praninë e tij këtu. Tha Veduti që jeta të tërheq dhe sukseset vinë ashtu siç faktikisht vinë njëra pas tjetrës dhe si shfrytëzohet momenti. Një shembull i gjallë për të arritur sukses, për të arritur majat e profesionalizmit është vetë Agim Ibrahimi. Do kisha kërkuar një kontribut dhe më pas të rikthehemi në studio për të biseduar me vetë Ibrahimin. Agim, do nisim me fundin. Tha në kontribut që keni vazhduar përfundimisht kontratën deri në verën e 2019-s, por me lojat që po tregoni nuk do jetë befasi nëse ju shohim dikun tjetër. Na thuaj çka ka risi dhe çka ka ndryshim në këtë drejtim. Normalisht faleminderit klubit Maribor për besimin që më dhanë, shkaku se më pëlqeu projekti i tyre për në të ardhmen, kështu që vendosa të vazhdoj kontratën. Normalisht se në futboll asnjëherë nuk i dihet se çfarë do bëhet. Ne si profesionist japim maksimumin çdo lojë, mirëpo për punët tjera, për transferet janë menaxherët
drejtorët sportiv të klubeve. Agim, thuaj se çdo merkato ju lidheni me një lëvizje, me një transferim. Kjo ndodh shkaku i paraqitjeve të mira. Fakti që vazhdohet, domethënë pa dashur që të ndërhyj apo që të bëj presion për të zbuluar diçka që s'është për të zbuluar. Do të thotë që ju koncentroni për të mbetur tek Maribori apo do të thotë sigurisht një siguri e juaja që po jep klubit në rast të një transferimi eventual, sigurisht që me faktin e zgjatjes së kontratës klubi të merr atë që meriton për gjithë ngritjen që ju bëri në një mënyrë indirekte, do kisha thënë. Kjo dihet se kur vjen puna e transfere, kjo është shumicën e rasteve thashë thënë, kështu që si që thash më parë, ne si profesionist jemi maksimalisht të koncentruar në atë punën që e bëjmë, shkaku se nuk duhet me u marrë shumë me këto punët e transfereve, shkaku se bëjnë dëm në lojë. Kështu që non-stop lajmërohen menaxherat të ndryshëm, drejtor sportiv ku janë të interesuar, mirë po puna kryesore është ajo që ka shkruan në letër. Kur klubi ka letër, do me thonë, atëherë dihet se mund t'ja arrijmë qëllimit. Sa i përket klubit Mariborit, normalisht se unë e vazhdova kontratën se jam i kënaqur në Maribor. Normalisht se çdo herë jap maksimumin dhe mjaft kemi luajtur edhe në Liga Europa, Liga Kampioneve, kështu që thash se pse mos e vazhdoj kontratën. Thatë jeni i kënaqur dhe padyshim që duhet të jeni nëse llogaritim satisfaksionin e jashtëzakonshëm që ju ka dhënë kjo skuadër. Kemi shumë raste këtu në Maqedoni, futbollistë që kanë luajtur mbase ndonjë klub edhe më me emër, por ajo që ju dha Maribori vërtet është e papërshkrueshme. Të luash 2 vite rreth në Liga Europa, fazën e grupeve, më pas në Liga Kampione, gjithnjë duke shkuar me golat tuaj, sigurisht me kontributin tuaj, dhe në fund edhe në Ligën e Kampionëve, ajo që ndoshta si fëmijë e ke shikuar në televizion, ti bësh gol edhe Chelsea-t. Normalisht janë ndjenja të papërshkrueshme, shkaku se si çdo fëmijë, besoj në Maqedoni si çdo fëmijë, shikon lojat Liga Europa, Liga Kampionëve, kështu që një ditë është ëndër që ti jesh pjesë e këtyre lojave. Mu dha rasti, siç thash edhe parës, i falenderojmë edhe drejtorit sportiv Zlatko Zahović, i cili më mundsoi që të jem pjesë e Mariborit ku konkurenca në ekip është çdo vit mjaft e fortë, mirë po si një lojtar standard dhe shumë vite që kam luajtur në Maribor, mund të them se atë që kam dashur të arrij qëllimit si fëmijë kam arritur në dresin e Mariborit. Kështu që ato ndjenjat në lojat e Liga Europa, ato golat në Ligën e Kampionave janë të papërshkrueshme dhe i dëshiroj çdo fëmijë që ka ëndër që një ditë të realizohet. Do flas për ato punën e goleve, vedut sa është kënaqësi, sa është edhe stres, edhe mangth të ndjekish një shok, një mik, një të afërt të shohësh të luaj aty ku thot Agimi, dhe në fakt ashtu është në kreun e futbollit evropian. Shif, është kënaqësi shumë e madhe, e papërshkrueshme, për atë shkak se kur e shohësh një shokun tënd të luajnë ato në pjedestalin më të lartë dhe më të mirë, do me thonë në Ligën e Kampionave, dhe të bëj gol Chelsea-t, nuk është e çdoditshme. Po si ishte gole, i të përmirësoj ishte super gol. Ishte super gol në fakt, por është shumë kënaqësi e madhe se aty e shofish, unë e shoh për shembull veten time aty, edhe ju uroj çdo fëmijës që të arrijë atë nivelin e Agimit dhe një ditë ta ndëgjojë atë zhurmën e Ligës së Kampionave, të cilat ta drejton zemrën dhe të kese fatin që të luaj dhe të bëj gola si Agim Ibrahim. Agim, këtë që thot Veduti, thot çdo, e themi ne gazetarët, e thot çdo tifos juaj, nuk besoj që ka shqiptar që nuk e kanë ndjerë veten në Ligën e Kampionëve fal paraqitjes tuaj. E keni çdo mend që ju koncentroheni në paraqitje, në lojë, pasi jeni profesionist. E keni atë ndjenjen parasysh që ju nuk prezantoni vetëm veten, nuk prezantoni vetëm familjen tuaj, nuk prezantoni vetëm Ibrahimat, por prezantoni një komp të tërë. E keni parasysh që një armatë të tërë ju qëndron pas dhe çdo vepër e juaj gëzon shumë? Para se gjithashtu desha t'i falenderoj poshtë edhe të gjithë tifo që më shkruajnë non-stop, që bëjnë tifo për mua, faktikisht ato krejtë shikojnë Mariborin shkaku im. Si fëmijë do me thonë edhe unë i kam bë tifo në një futbollisti, mirë po asnjëherë nuk ka ardhur
rasti që ta shoh apo ta ndjek, mirë po ne mundohena maksimalisht që të takojmë fëmijë dhe t'i sugjerojmë për në të ardhmen se si mund t'ja arrijnë qëllimin, kështu që unë gjatë gjithë karrierës kam punuar mjaft dhe normalisht si një fëmijë nga Tetova ta lësh familjen anash dhe të shkosh në drejtimin tënd, po ashtu edhe për familjen besoj dhe mendoj se ka qenë rand. Mirë po mendoj se gjatë gjithë këtyre kohrave ja arrita qëllimin dhe shpresoj dhe besoj se në të ardhmen do të jap maksimumin për të qenë edhe më i mirë. Kur jetë të fëmijët, kur jetë tek ai shembulli që duhet dhënë, na jep një recetë të shkurt, rruga drejt suksesit dhe përkushtimin që duhet. Vetëm duhet të besojnë veten se është i fortë, i mirë dhe për punët tjera Zoti i krijnë ato. Po sigurisht të kenë parasysh që thot një thënie popullore, nuk është e rëndësishme sa herë do biesh, por sa herë do ngrihesh. Ju këtu ku keni qenë, sigurisht nuk ka qenë rruga e lehtë, keni kaluar një spirale, keni patur edhe ju momentet e dyshimta, por të besosh dhe të ecish përpara. Kujtojmë shumë i ri nga Shkëndija tek Salzburgu, më pas tek Olimpia në kategorinë e dytë futbollit sloven, për fat të mirë u ngjitet. Në Turqi nuk është se luajtes shumë. Në Nafta jo ekipi që pritet, por vjen Maribori dhe ja Ibrahimi përball Mourinhos. Po ashtu është, për ta ndalur në barazim. Po. Ashtu është, nuk duhet asnjëherë ta lësh anash atë që e don. Kështu që duhet ta bësh atë punë me qejf, siç i thujmë në Tetov, domethënë më kujtohet më ajo koha kur erdha prej Turqisë në Maqedoni dhe mendoja për ta lënë futbollin, kështu që thash se kaq më nuk shkon edin. Ndoshta thash do luaj do inkuadrohem në një klub në Maqedoni dhe kaq thash ishte fati im. Dhe ditën e fundit mendoj për transferim. Më lajmërua menaxheri dhe më tha si dush, ka një klub në Sloveni, tha, pagat mujore normalisht se absolutisht nuk do i marrësh, se ashtu është klubi atje dhe nëse do në tha të luash mund të vishta këtu. Edhe unë pranova të ditë dhe ja nisa me autobus për në Sloveni dhe kështu që vendosa që të punojmë më shumë se siç kam punuar, thash se normalisht ti je të shënosh çka thuam atë fillimin e ri. Po, fillimin e ri, shkaku se normalisht ti je në moshën 17 vjeçare në Salzburg, besoj se është mjaft e rëndë, duhet ti je një talent për të qenë me trener siç janë Trapatoni, Mateus e të tjerë. Dhe u që thash se mendoj thash se do t'ja arrijë qëllimit. Pastaj në fund të sezonit u paraqitën 2 klube, ishte Maribori dhe Olimpia, përsëri Olimpia ku kisha qenë, dhe unë vendosa të shkoj në Maribor, shkaku se Maribori në atë kohë kishte luante loja për kualifikim në Liga Europa dhe në Ligën e Kampionëve. Dhe vendosa dhe gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë profesionalizmit që kam dhënë për futbollin, dëshirës ndaj futbollit, si fëmijë që siç luajim para shtëpive tona, mendoj se me dëshirë, me qejf, me vullnet mund t'ja arrish qëllimit, kështu që nuk duhet asnjëherë të lësh anash këtë punë që do. Çdo pikë është e rëndësishme, por përfundimisht Maribori ishte kthesa. Po, Maribori ishte kthesa, po edhe një herë ishte Maribori kthesa, shkaku i Italisë, ku isha në Cagliari, ku dihet se si funksionojnë klubet në Itali. Mendoj se i kemi punët e qarta sa i përket Italisë, transferime në Itali, ku isha unë në Huazin. Ishte një avanturë e shkurt, mirë po kthimi përsëri ishte te Maribori. Po mirë, në Itali thatë kishte shumë gjëra që ndodhen, por në faktikisht do i shikojmë ato pozitive që përfundimisht ishte një pozitive për t'u dhënë sigurisht të gjithë atyre që u ju intereson atë ndjenjen. Agrim nuk është lehtë të luash në Serie A, shënuat 2 gola, në mos gabofsha 25 paraqitje, shijuat në tërësi, mund të themi periudhë shkurt, por ishte një sezon në Serie A që e keni të shkruar pas emrit tuaj. Kënaqësi të konkurrosh me ekipe si Juventus, Inter, Milan, Napoli. Ashtu është top 5 ligët në Europë, ku dihet se mos përmendi klubet e mëdha që janë atje dhe po ashtu edhe stadiumet që janë të plota. Ishte kënaqësi të jesh pjesë
e asaj skuadrës, mirë po problemet që ishin në skuadrë, shitja e klubit, blerja e klubit nga amerikanët dhe problemet të tilla që mund të them se probleme gazetarësh ishin në ato momente ku ne shumë bisedonim me drejtorin sportiv, ku drejtori sportiv donte të bëhet pjesë e skuadrës së Palermos. Kështu që mendova se do shkoja me drejtorin sportiv në Palermo, mirë po mu dha rasti që përsëri të kthehem te Maribori ku patëm kualifikim për Ligën e Kampionave dhe e kapët atë pjesën tjetër të ëndrës. Kryesore të ëndrës, po. Sigurisht ju prit edhe numri 10 te Maribori, një respekt i jashtëzakonshëm. Po, ashtu është, ku një vit në huazim mund të ta merrte kush donte numrin 10, mirë po respektin ndaj meje nga ana e klubit kur u ktheva më pritte numri 10. Po ashtu i njëjti vend ku ulesha 3 vite më parë. Sigurisht nuk guxon ta prek dikush atë që ke merituar dhe ke fituar me djerës. Do ju pëlqente të ktheheshit të luani në Itali apo do doshit të provoni diçka si Bundesliga apo nuk bën të kesh përdor besimin, atë pëlqimin tuaj që Premier Liga angleze? Jo, Premier Liga angleze është top, ajo është kryesorja që më pëlqen. Mirë po Italinë asnjëherë nuk e konosh se më pëlqen ai futbolli italian, ajo mund të ajo ndjenja, mund të ato që luajnë ashtu si shqiptar, ku ndoshta janë teknikisht pak më të dobët, mirë po nuk do thosha jo për në Itali. Veduti tifoz i skuadrës Juventusit, për kë anonin kur Cagliari përballet me Juventusin? Gjithsesi si ishem me Cagliarin, unë kam me skuadrë kam Juventusin, por çdo herë bëhem tifoz me atë skuadër të cilën Agimi merr pjesë. Unë jam do me thonë, në atë skuadër që shkon Agimi, ajo skuadër gjithmonë e fiton një tifoz tepër edhe ai jam unë. Vedut, ju jeni jo një tifoz, ju jeni një fanatik i Juventusit. Me gjithë zemër dëshironi që Cagliari të fitojë? Shif, me gjithë zemër dëshiroja që të fitojë Cagliari ndaj Juventusit, se duke ditur faktin se Juventusi do të bëj pikat në vende të ndryshme, por kisha qef atë satisfakcion Agimi të përjetoj edhe ndaj Juventusit. Tani vazhdoni të bëni tifo për Cagliarin apo? Tani jam i flakt Juventusit, po vllaz zoti të shohim me një skuadër nga Maqedonia atje, ku është edhe Juventusi në Ligën e Kampionave. Sigurisht që do presim ndoshta për të pritur, ka ekipe që konkurrojnë dhe kërkojnë të punojnë në atë drejtim. Agimi sigurisht që ndjek, mbase do themi është në gurbet, ndjek ngjarjet në Maqedoni, gjithatë që po ndodh me Shkëndijën, ish ekipi juaj dhe Vardarin. Besoni që një ditë sigurisht ju kemi përmendur shumë shpesh, ju dhe Maribori juaj, keni qenë shembull i gjallë që duhet për të ndjekur se si hap mbas hapi mund të kapet Liga Europa dhe Liga e Kampionëve. Kemi edhe Skënderbeun këtë vit të Shqipërisë, por çka mungon këtu klubeve? Po është një strategji e fortë e klubit Mariborit, ku dihet se nuk është një klub me një nivel të lartë, ku pas 12 viteve për herë të dytë jemi inkuadruar në Ligën e Kampionave. Strategjia, do me thonë, ajo fillimisht struktura e klubit, se si funksionon, dihet se kush është në klub, dhe duhet të respektuar maksimalisht postin. Hierarkia. Po, ashtu është. Do me thonë, ai magazinieri që lan rroba, do me thonë, është privilegj t'jesh në skuadër si që është Maribori, t'jesh magazinier, do me thonë, njerëzit lutin, mund të them në qytetin e Mariborit, t'jenë magazinier të Mariborit, ku dihet se jetojnë ata për Mariborin, njerëzit atje, njëjtë sikur se të tovarët për Shkëndijën. Çfarë do të bëj Shkëndija tjetër atje? Fillimisht duhet respektuar kush është, do me thonë, treneri duhet respektuar maksimalisht, duhet dhënë planin e tij se siç mund t'i arrijë qëllimit, duhet plani të akseptohet nga drejtuesit sportiv dhe drejtuesit e klubit, të cilët duhet heqin klubin. Mendoj se duhet t'i lënë pak kohë, po ashtu klubit, se dihet se me sponsor të ri dhe me drejtor të ri sportiv, me trener të ri, me lojtar të ri, se si që dihet duhet të bëhet duhet të jenë lojtarët në kontinuitet të lojave, ku nuk duhet ndryshuar ekipin,
Ne me Mariborin shembull mund të jap 5 vite luajmë veç 7 lojtarë të njëjtë jemi standard në 11 e parë. Mund të them se kjo është ai thelbi i suksesit. Dhe se duhet besuar në ato lojtarët që i ke, duhet të dhënë motiv gjatë gjithë kohës, qofshin ato rezultate pozitive apo negative, nëse ti beson, faktikisht me ato lojtarët mund t'ja arrish qëllimit. Por dihet se ne si të tovarë durimin nuk e kena çast qejf, dhe çdo herë i bëjmë sulme, një herë trenerit nuk është i mirë, nëse fiton 10 loja është shumë i mirë, një lojë humbën nuk bën hiç. Po ashtu edhe te lojtarët ku dihet se duhet dhënë maksimum, duhet të jenë pjesë e ekipit, siç the edhe parës të jesë një armatë e fortë pas tyre, ku dihet se janë ballistët, duhet të jenë jo veç ballistët, po të gjithë ata tetovarët e cilët vinë bëjnë tifo duhet të jenë lojtarit 12 i Shkëndijës. Po infrastruktura? Infrastruktura, normalisht me hyrjen e sponsorëve të ri, ata duhet të dinë më mirë këto planet, se si që i kanë apo afatgjat apo për një kohë të shkurt, duhet dihet qëllimi, se a ke qëllimin për të fituar nga hyrja në Liga Evropa apo në Liga Kampiona, apo nga shitja lojtare. Këtu është punë e drejtorit sportiv, e menaxhuesve të klubit, po ashtu normalisht se duhet edhe qëllimi kryesor i lojtarëve sepse vinë të Shkëndija. Sa janë gjatë sa tagimi një ditë të rikthehet? Është pyetje që kanë kërkuar shikuesit. Mbas edhe ky shoku juaj bëri një fushat. Normalisht se Shkëndija është klubi i zemrës, aty unë jam rritë dhe asnjëherë nuk mohoj se një ditë do të kthehem unë te Shkëndija, mirë po kurrat vetëm Zoti e di. Ky veduti nuk është se është aq i qetë. Po shpresojmë ju një uroj një karrierë shumë të suksesshme, po mos të harroj kurrë se Shkëndija gjithmonë i ka derrat e hapta për Agim Ibrahimin, dhe ne tetovarët jena krenar me atë dhe një ditë kena dëshirë thash Zoti Shkëndija sa më shpejt të luajë në Ligën e Kampionave dhe Agimi ta rikthehet edhe ta bartë Shkëndijën në atë Ligën e Kampionave. Hasani është rikthyer, ndoshta mungon edhe Ibrahimi që din recetën për të luajtur në nivele të larta. Kena treshen fantastike mandej edhe nuk do të bëj tifo për Juventusin, po do të bëjnë në Ligën e Kampionave tifo për Shkëndijën. Ajo treshja fantastike si ajo e Barcelonës, për cilën do flasim më vonë, një mangth që ndjeni nga ajo humbja në Ligën e Kampionëve. Kalojmë me një kontribut tjetër për zgjedhjen e sportistëve të vitit në Maqedoni, ku sigurisht i pashmangshëm do jetë ky mysafiri jon i sonshëm Agim Ibrahimi. Agjencia për Rini dhe Sport dhe Lidhja Federative Sportive të Maqedonisë të mërkurën për herë të 61 do të organizojnë ndarjen e çmimeve për më të mirët e vitit. Në takimin e sotëm me gazetar, drejtori i RSM-s Marian Spaseski ka shpalosur detaje për këtë organizim që mbahet prej vitit të largët 1954 me skiatorin shqiptar Efik Jaja si fitues të parë. Për zgjedhjen e sivjetshme janë nominuar sportistët dhe subjekte sportive nga 10 kategori për të cilët kanë votuar 28 federata sportive dhe 12 mediume. Nominimet e të nominuarit sigurisht se dalin nga federatat kombëtare sportive, mediat dhe gazetarët sportiv, të cilët gjithashtu kanë marrë pjesë në procesin e votimit. Ndërsa, në procesin e votimit morën pjesë edhe Këshilli për Sport, si dhe trupi këshillues për sport i Agjencisë për Rini dhe Sport. Me vendim të qeverisë së Maqedonisë, RSM këtë vit do të ndajë edhe titullin ambasador i sportit. Të parët që do ta fitojnë këtë çmim do të jetë futbollisti Agim Ibrahimi, handbollisti Kirill Lazarov, ish trajneri i futbollit Anton Danchevski dhe trajneri i volejbollit Jashko Milenkovski. Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të zhvillohet të mërkurën në Teatrin Kombëtar të Maqedonisë me fillim në orën 19. Agim ka munguar ndoshta u zbritët me të drejtë apo pa të drejtë nga pozita e më të mirit në zgjedhjen e Federatës së Futbollit të Maqedonisë, por sërish një tjetër organizim dhe mi komento të dyja nga pak mbase nuk e ke edhe aq qejf të flasësh përveç terrenit. Po është e gjelbërt kjo studia dhe po ashtu është. Nuk e di, kjo Federata e Futbollit nuk e di si e ka bërë zgjedhjen, mirë po ata si që ka vendosur, si që kanë bërë votimet, nuk e di, nuk kam info për atë. Edhe besoj dhe mendoj se askush nuk ka qenë i thirrët nga ne futbollistët tjerë që kanë qenë
atë natë prezent. Kështu që prej lajmeve unë e mora vesh se si ka ndodhur dhe çka ka ndodhur. A sa i përket këtij manifestimi tjetër, normalisht se më gëzon fakti ti jesh i thirrur për të qenë ambasador në Maqedoni për sport, ku dihet se prezantojsh vendin, e prezantojsh Maqedoninë, Tetovën, jashtë vendit, ku dihet se pika e parë ku pyesën se nga vish, do me thonë vish nga Maqedonia, nga qyteti i Tetovës, dhe me këtë mendoj se drejtorët sportiv e menaxherët të tjerë informohen për të rritë tanë që janë në vendin tonë. Si ndodh zgjedhja në Sloveni apo në Itali apo në vende të tjera? Po normalisht votojnë lojtarët. Fillimisht kë votojnë? Votojnë zgjidhen ka do kriteriume, kush fitoi sa tituj. Po, ka do kriteriume, do me thonë ke ti prej nëse zgjidhet lojtari prej Slovenisë, kriteriumi është prej 3 vendeve të para, ke lojtarë të caktuar, ku dihet se lojtarët e skuadrës nuk kanë të drejtë ta votojnë lojtarin e skuadrës, se atë moment me njëherë i fiton 35 pikë ose 40 pikë, kështu që lojtarët e skuadrave të tjera votojnë për jo lojtarët e tyre. Mirë po se përket lojtarëve të jashtëm, lojtarët sloven, kapitenët e lojtarëve të Slovenisë votojnë për lojtarët që janë jashtë vendit, kështu që me ndihmën e gazetarëve sportiv që janë në Sloveni, po ashtu të portaleve, zgjedhin atë lojtarin që ka qenë më i mirë gjatë vitit 2014-2015, gjatë sezonit 2015-2016. Në plan të parë janë paraqitjet, janë golat, janë janë paraqitjet, lojat, me të gjitha trofeet e fituar. Trofeet e fituara, po ashtu është inkuadruar klubin e Ligën e Kampionave, sa gola ke shënuar, asiste. Normalisht se dihet ndonjëri mund bëjë 10 gola, mirë po ekipi i tij është në vendin e 8, nuk ka, ndoshta ndonjëri shuton 6-7 penalti dhe kështu që dihet se kush parafërsisht. Dhe ju te kjo, nëse heqim një paralele, shihni një defekt me këtë që po ndodh këtu në Maqedoni? Nuk e di, këto i dinë më mirë ato që janë në kreun e federatës dhe ata vendosin për këtë, tash nuk e di si bëhet votim. Nuk kam absolutisht info se si bëhet votimi për në Maqedoni. Nuk e din si bëhet votimi, por e din si është ndjenja të mposhtësh Kasiljasin dhe Petër Çehun. Kjo është ndjenje e papërshkruar, po ashtu është. Është një kënaqësi e veçantë, fillimisht kur sheh ata tribunat e plota, ajo kënaqësia kur i shef se shokët e tu bëjnë tifo lart, familja, dhe gjithashtu ku dihet se ke shok edhe në Tetov, ku shohin ata loja të mëdha dhe ti je prezent në ato loja, dhe këta krejt janë ata mendimet, ata ndjenjat para lojës, mirë po kur inkuadrohesh në lojë, beson se i haron të gjitha. Është një adrenalin pozitiv, nuk është lojë frike, absolutisht jo, është një adrenalin pozitiv, ku çdo herë ne si futbollist themi, jo, nuk është asgjë, mirë po faktikisht ndjesh një pozitivitet. Dëshiron ta bësh punën më së miri, por në anën tjetër dëshiron të shijosh çdo sekond që quhet Liga e Kampionëve. Po, kur je në lojë, don ta shijosh çdo moment. Do me thonë, shikon lart, don t'i kapish gjithë situatat, mirë po këto vetë që analizon pasi mbaron ndeshja, se nuk ke kohë në lojë. Prej shpejtësisë së futbollit që është në Ligën e Kampionëve. Kasiljasin e mposhtet nga penaltia në stadiumin e Levantes në Valencia të Spanjës. Por ai goli Petër Çehit, pam pak më parë në kontributin, vetëm disa sekonda ajo majt e juaj për të përfunduar një specialitet të juaj. Më thuaj, patët kohë, menduat gjatë atij udhëtimi, çka ishte mendimi juaj? Do përfundoj në rrjet apo jo? Jo, ta them të drejtën jo, se as pak nuk e prita edhe topin se do vija aty te unë. Si është një devijim? Po, ishte një devijim dhe kështu që me ato treninget që i bëjmë, që veduti tash që do t'i ushtroj tash ata fëmijët të gjithë, ato pasimet, ato krosimet, ato gjuajtjet në port janë pjesë e stërvitjes që e bëjmë gjatë gjithë kohës dhe bëhet ajo një automatizëm, krijon lojtari, mendoj se këto lojtarët që luajnë në pozita nisfushor, krah, përdorim këto më shpesh, ku dihet se kemi edhe lloje të stërvitjeve ku bëhen vetëm gjuajtje të lira, gjuajtje nga pozicione të ndryshme, ku dihet se në lojë duhet t'i realizosh ata.
A ndjeve një lehtësim pas asaj penaltisë të humbur një Stamford Bridge, tani kur topi përfundon në rrjet në Normalisht se ajo është se një herë t'jepet mundësia të jesh në Stamford Bridge. Kështu që të ishte rezultati ndoshta 1-0 për Chelsea ta gaboja, ndoshta do ishte më keq më i mërzitur, mirë po ishte rezultati veç 4-0 apo 5-0 nuk më kujtohet. Kështu që absolutisht nuk ja vuna vesh. Por tek e fundit të ndali shtylla. Shtylla, po. Isha shumë afër, por ashtu u bën edhe kur ishim në Maribor. Ajo ishte vetëm paralajmërim, ishte shtylla që më pas do përfundonte në rrjet u çmendën nga gëzimi pas atij goli. Po ishte një lehtësi e madhe ku Ishte venduar në atë stilin se do kisha dashur të shoh një shok tuaj që keni ndjekur në bashkë ndeshjen. Ishte ai stili juaj reagimi im ishte i pakufizueshëm. Nuk dija si të gazmohem. Ishte një lehtësi shumë e veçantë ku gjithmonë them unë e shoh veten time, të agimi dhe gjithë futbollistët tjerë të cilët mendojnë të arrijnë duhet ta shohin veten të agimin, ta marrin shembull me një punë të palodhshme dhe me një punë të gjatë, me një sistem të ushtrimeve shumë të mirë, ka arrijnë në këtë nivel. Agim, më fol pak ke renditjen tabelare, keni ndjekur zhvillimet në futbollin e Maqedonisë? Si e shën, çka sipas jush do jetë Falë atij sajtit që mund ta shohim edhe Shkëndin live. Kur gjej rastin, do me thonë, qoftë ajo edhe udhtimi me autobus në ndonjë karantenë ku kemi lojë, shfrytëzoj rastin ta shoh Shkëndin maksimalisht, si cilin lojë, normalisht se bëj tifon ajo absolutisht. Më fal, të kanë pyetur ndonjëherë shokët çka duke bërë, kë po ndjek Po e din, ato e din shumë mirë, nuk ka nevojë të diskutohet ajo. Ato e din shumë mirë, nëse e shohën se tani luajnë Shkëndia dhe mjafton. Po e din ato se unë nuk jam tifo i futbollit përgjithësi për ta shikuar. Më shumë jam për ta shikuar live, mirë po nëse e shohën se kam laptopin dhe jam duke shqyquar futboll, ato e din se luajnë Shkëndia, kështu që e din ata shumë mirë. Mirë, më fal që të ndërpreva, më përshkruaj rrugën. Po i kam pa lojat e Shkëndisë, shumicën e lojave kur kam gjetë rast, normalisht se siç thash më parë bëj tifon dhe më gëzon fakti se Shkëndia ngritet lart, por dihet se ka një konkurrent të fortë. Po ashtu edhe kjo është një pozitivitet për Shkëndian, shkaku se konkurrenti i fortë të bën ty ende më të fortë. Do me thonë duhet të arrish qëllimit, që të mposhtish kundërshtarin dhe ende më e rëndë është ajo ta mbash atë nivelin e lartë në kreun e tabelës. Kështu që mendoj se Shkëndia do t'i arrijë qëllimit, ku siç thash më parë duhet në kontinuitet të inkuadrohen lojtarët, të mos ketë ndryshime të shumta, se ndryshimet e shumta pasandej pësojnë dhe bëjnë dëm të lojtarët, ku shkaku dihet se bisedat mes lojtarëve janë të shumta se kush duhet të inkuadrohet lojë, kush nuk duhet të inkuadrohet lojë, por në fund vendos treneri ai i cili është kryesori. Do jetë deri në fund sipas jush kjo lufta për titullin e kampionit, do ketë Shkëndia një injeksion psikologjik në faktin që eliminojnë nga Kopa pikërisht Vardarin? Ajo është pozitive për Shkëndian. Mirë po tash mendoj se Vardari do të koncentrohet më shumë në ligë, ku ka mjaft ekip të fortë Vardari, kam pa lojat me Shkëndian. Mirë po Shkëndia, siç thash më parë, është mendoj se është ekipa më e fortë në vendin tonë. Dhe me lojat e mira që ka treguar, mendoj se do t'i arrijë qëllimin. Por ndërtjen pjesën tjetër sigurisht një risi shumë e madhe dhe shumë pozitive këtë vit ka qenë edhe skuadra e Shkupit, ndoshta ka patur shumë skeptik rreth paraqitjeve të kësaj skuadre, por djemt nga Çajri treguan se me një sforco, me një përkushtim maksimal ndaj klubit, mund të arrijnë dhe shohim në një vend të shkëlqyeshëm të pesë që me pak fat dhe është shumë afër 2 pikë larg vendit të tretë që çon në Europë. Po më kujtohet fillimi i kampionatit në Maqedoni ku Shkupi mendoj se ishte thoshin si një outsider, ku kam pa poshtu dhe lojat të Shkupit, normalisht që ishin ata të ajo sajti FFM-s. Poshtu Shkupi ka një lojë mjaft interesante, atraktive. Me një fanatizëm po me një fanatizëm ku i ka ato tifot mjaft të fortë, ku japën motiv kurajo gjatë gjithë lojës, kështu që
Më gëzon fakti që po ashtu edhe Shkupi, Renova janë lartë. Doja dalë të Renova, mundet më shumë kjo skuadër? Ta them të drejtën edhe nuk e di se cilët lojtarë momentalisht luajnë për Renova, mirë po me qenë se është në vend të gjashtë, normalisht se lojtarët që i ka pas, që i kam njoftë une, duhet t'jese më lartë. Vedut, kush do jetë kampioni? Metallurg. Po, E tha para fillimit të emisionit, kishte të komentosh diçka për Metallurg? jo, s'kisha të komentoj gjithsesi se padyshim Shkëndija ka kvalitetin për të bërë kampion në Maqedoni dhe nuk dyshoj as pak se Shkëndija nuk do t'i arrijë këtë qëllimit dhe si thuaj në Itali fa doppietta, do me thonë, do t'i marrë edhe kupën edhe Ligën e Maqedonisë. Do zoti do ndodh kjo për gjithë shikuesit që nuk e njohin, nuk është se është kaq i qetë. Agim, pat një koment para se të hinim në studio. Ja, po. Për Metallurgun në kishte se nuk e pritën ato Metallurgu se do jese kaq poshtë, dhe tha Metallurgu ka shumë shans për të arrijë vendin e 9. Sigurisht Veduti gjithnjë me ata komentet e tij dhe Agimi që nuk ndalet me provokimet sigurisht, por ka vendosur të bëjë diplomatin dhe ne nuk do e pengojmë. Do kërkoj një material për boks, mbase kështu si Agimi kemi edhe në drejtime të tjera në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Fatlum Zhuta ka shënuar një fitore shumë të rëndësishme. Më pas një ndërprerje publicitare dhe rikthehemi në studio me pjesën e fundit të emisionit Sportmania. Boksieri Strugan Fatlum Zhuta ka shënuar fitore imprezive përballë ish kampionit të botës në MMA Davizio Ribeiro. Zhuta zhvilloi një raund të parë të furishëm duke dërguar 2 herë në dysheme kundërshtarin para se arbitrit të ndërpriste luftën për t'i dhënë fitore Struganit. Kështu 27 vjeçari merr fitoren e dytë në takimin e tretë në boksin profesionist në boks trec, ndërsa ka një barazim në duelin debutues si profi boksier në SBA. Zhuta ka edhe 3 fitore në Alask, mirë po të njëjtat nuk llogariten në boks trec. Ndërkohë ish kampioni botës në MMA Ribeiro kundër Zhutës kishte paraqitjen e tretë si profesionist, ndërsa përjetoi disfadën e parë pasi paraprakisht në MMA kishte seri imprezive prej 26 fitoreve dhe 9 disfatave. Strugani Fatlum Zhuta prej vitit 2014 është transferuar në SBA për të ndërtuar karrierën në boksin profesionist, ndërkohë që më herët ishte disa vite kampioni pa diskutueshëm në Maqedoni, ndërsa në vitin 2013 në Mersin të Turqisë fitoi medalje të bronz në lojrat mediterane. Jemi rikthyer në studio për të vazhduar me emisionin Sportmania, saktë edhe 10 minuta, t'i shfrytëzojmë për ta shtridhur Agimin, mbase nuk do jetë hera e fundit që e kemi mysafir, kalojmë me një kontribut që nuk është se do i pëlqej shumë 2 mysafirëve. Barcelona ka fituar titullin e kampiones së botës përballë River Plate, fitore 3-0, 2 gola të Suarez dhe 1 të Messit. Kjo pjesa e fundit e emisionit sigurisht që pa dashur të humbim seriozitetin, na mundson pak edhe për të ngacmuar mysafirët. Dikush fiton 10-2, bën një rezultat që s'është arritur gjysmë shekulli, por dikush merr trofeun e 5. Po jo, Agim. Ashtu, urime. Brenda një sezoni. Urime edhe ty për trofeun e 5. Po, Barcelona. Po është fakt se për të arrit 9 herë të bëhesh kampion e Evropës është pak si rand. Kështu që mendoj se Barcelona duhet të jap mundin gjatë gjithë kohës, 10 herë, po, 10. Po, 10 herë. Kështu që mendoj se është mjaft rand për të arrit Barcelona 10 herë të bëhet kampion në Evropë. Ajo do jetë rënd, por më thuaj sinqerisht do jetë rënd që dikush të kap këtë ritëm të Barcelonës 10 vitet e fundit, të pam kontributin vërtet shumë trofe, shumë arritje, një gjeneratë jashtëzakonshme. Tash të them në atanën profesionale, ajo është diçka e pamundur, me të vërtet. Jo shkaku se kanë qenë lloj trajnerash në Barcelonë, mirë po tregon vetë fakti se kontinuiteti i ekipës dhe i automatizmi që kanë lojtarët e Barcelonës, ajo e bën atë që të jetë gjithmonë në nivel të lartë
ku dihet se nuk mund si që them, tjetë kundërshtar edhe krejt Liga e Spanjës kundër Barcelonës t'i mbledhen lojtarët më të mirë, përsëri nuk mund t'i bëjnë ballë Barcelonës. Edhe pse jam tifo i Realit, mendoj se Barcelona gjatë gjithë këtyre 10 viteve të fundit tregon një futboll mjaft atraktiv dhe po ashtu tregon edhe vetë fakti se sa trofeje kanë fituar gjatë gjithë këtyre viteve. Janë fjalë me shumë peshë, mbase e tha dhe vetë një futbollist që përmendi Ladjet Siman, indirekt paralajmëroi që për kë bën tifo, të pranoj këtë, sigurisht që çdo shikues e ka të qartë, nga se nga goja një profesionisti dalin. Vedut, Barcelona fitoi Kupën e Botës sepse ishte kampion e Europës, pra fitoi Ligën e Kampionëve, sepse mundi 3-1 Juventusin. Kjo është një realitet i hidhur, por da them Një provokim në kosisht. edhe një provokim, edhe një realitet i hidhur. Mu normal jam tifo me Juventusin, por ta them të vërtetën, nëse mund të shkruhet histori, vetëm mund të bëj atë punë Barcelona bashkë me liderin e tij, Voglushin, ashtu quajtur Messi, i cili ka thirrë gjithë rekordet, i cili nuk shef rekord, nuk ka pengesë futbollistike që nuk mund të arrijë. Do ma komentoj këtë pak edhe Agimi, më thuaj sinqerisht, a e gënjeje veten se do fitohet ajo finale kur u bë paktën 2-1? Po në atë moment isham në trans, por megjithatë besoja se jena të pafitueshëm, po kisha harruar në fakt se ka i kam kundërshtar. Kisha harruar apo duhet harroj? Po kisha harruar me qëllim që s'doja ta mendoja se përballë nesh është një Barcelonë shumë e që fortë. atë ditë Barcelona ta kishte një ditë të keqe, e din. Po domethënë kjo nuk është si te ato që miren me sport individual. Kur e ke ditën e keqe dhe dish se ke humbur. Po tash Am më futboll nxjerr nga tema te futbollistët nga 11 lojtarët ndoshta njëri ta ditë nuk është Neymar, s'është Neymar, është po ashtu Suarez. është. Po ditë të keqe më nxorë nga tema e ruajta për në fund. Ajo mund të ndodhë në tenis, je 1-1. Ju di si jeni. E dinaj, shumë mirë. Shif, se i përket onës tenisit, nuk do të flasim se reketat më shumë i përdorim për t'i mytë miskonjat, por njëkohësisht e kena si rekreacion, jena aty. Në të cilën vazhdimisht fiton? Më i forti. E kush është dhe? E dihet. Gjithmonë dihet. Dihet, do mbetet sigurisht e panjohur, mbase do duhet të shkoj të bëj një video incizim. Agim, gjithë futbollistët e komentuam edhe vetë, i pyesin ndoshta jo shumë e falenderueshme, por Messi apo Ronaldo? Talenti apo puna? Puna e bën, kjo është një krahasim, mund ta bëjmë në krahasimin e tyre me trofeat dhe me të arriturat që i kanë. Absolutisht ata nuk janë lojtarë të njëjtë që mund të bëjmë krahasim mes Messit dhe Ronaldos. Totalisht shkaku se Ronaldo diferent. Po, totalisht tip diferent të futbollit, ku dihet se mendoj se Ronaldo është një profesionist i madh, ku gjatë gjithë kohës merret me futbollin, domethënë, e tregoi atë veten edhe në Manchester kur ishte, po ashtu edhe në Real. Shpresoj se një ditë Messi do të luajë për një ekip angleze dhe ta shohim atëherë se si do të funksionojnë atë ekip. Sigurisht një kanosje për Messin, por e pranoni që Messi është futbollisti më i mirë i botës. Po, më i mirë. Faleminderit. Absolutisht. Jemi në fund, pra vetëm në sekondat e fundit të emisionit, të mërkurën folëm më herët dhe shpalleni ambasador i vendit, pra sportiv që luan jashtë. Të jesh ambasador, sigurisht me automatizëm të jepet e drejta të komentosh, të sugjerosh dhe të japish sigurisht këshilla dashamire. Nuk është e lehtë edhe për ju të shihni se çka ndodh kjo përmendet parës Shkëndijën dhe luftën që bën Shkëndija me Vardarin për titullin e kampionit, me një konkurrent të fortë, por edhe me një konkurrent që luan në një impiant siç është Filipi II dhe një Shkëndij që luan vazhdimisht jashtë Tetovës. Keni një këshill, një porosi për këtë që është ndodhur me stadiumin? Normalisht se më gëzon fakti se janë dy konkurrentë të fortë, siç the edhe vetë, Vardari po ashtu ka edhe kampin e vetë. Mirë po për Shkëndijën, sa kam info nuk bëjnë stërvitje në terene të ndryshme. Tani duhet të marrë masa, mund të them, Komuna e Tetovës për rindërtimin e stadiumit. Duhet ajo të bëhet sa më shpejt,
shkaku se gjithë të tovarët presën të bëjnë tifo në stadiumin e qytetit ku dihet se ajo është shtëpia e gjithë të tovarëve për futboll. Po ashtu duhet edhe kampe të ndryshme për futboll, pikërisht për futboll, nuk flas për lloje të ndryshme të sporteve, volejboll apo të tjerë, shkaku se në Tetov dominon futbolli. Kështu që ne për të pasur një ardhmëri të mirë duhet të kemi infrastrukturën e mirë. A për këtë dihet se duhet mjaft të punoj komuna e Tetovës, po ashtu edhe sponsorët e Shkëndijës dhe besojmë se në të ardhmen do t'ja arrijnë qëllimin. Sigurisht flet një njeri që ka provuar Ligën e Kampionëve, Ligën e Europën, të jetë kampion në Sloveni me skuadrën e Mariborit dhe që duam apo s'duam na përsëritet ajo që gjithmonë e themi, infrastruktura, terenet sportive, vendet ku ushtrohet dhe luhet, dhe sigurisht edhe për publikun janë ajo pika fillestare e çdo kërkimi për një sukses madhor. Mua më vjen shumë keq që kanë kaluar shumë shpejt këta, kemi hyrë edhe jashta minutazhit për emisionin Sport Mania. Dhe du të falenderoj që ishit pjesë me ne këtu live sonde në televizionin Shenja. Faleminderit për ftesën dhe të uroj një vit që vin, ta losh këtë vitin pas, do me thotë të jetë më pak i suksesshëm, ndërsa ky vit i ardhshëm të jetë të kaploj suksesi deri në maj të fundës. Faleminderit, të kemi shëndetin, të njëjtën u dëshiroj edhe juve, edhe në sigurisht privatisht, por edhe në fushat ku veproni. Agim vërtet sinqerisht, meqense afërsia jonë nuk është një fshetësi, por më keni nderuar me praninë tuaj sonde këtu në emisionin Sport Mania. Faleminderit që ndatë kohë. Me kënaqësi pranova ftesën dhe po ashtu edhe në të ardhmen, shpresoj që do të jem pjesë e këtij emisionit. Ju dëshiroj çdo të mirë në të ardhmen dhe shifemi. Në futboll të vogël atje ku të fitoj çdo herë. Sigurisht do duhet të ju bëj ftesë për herën e ardhshme, apo do vlej ajo që ju them së herë, që dyert për agimin janë të hapura gjithmonë. Ja, vlen kjo e dita më mirë. Sigurisht. Shikues të nderuar, ju falenderoj edhe juve që ndatë kohë për të qëndruar bashkë me ne. Uroj të keni kaluar çastet e këndshme me emisionin Sport Mania drejt për së drejtin në televizionin Shenja. Kemi qenë bashkë me Agim Ibrahimin dhe me Vedut Rustemin. Duke uruar të keni një javë të mbar, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.